Këtë fundjavë emisioni Sporti Shqiptar në Emergim realizohet sërish këtu në Emergim, po i kushtohet klubit MMA 05 nga Ferizaj, të cilët për herë të tretë marrin pjesë në ndeshjet që organizohen nga Mustaf Kicaj në ICF këtu në Bindentur. Nuk do të flasim vetëm për rezultatet që garuesit e trajnerit përparim Hajdini kanë arritur në këtë event që organizohet nga Mustaf Kicaj. Ne flasim edhe për perspektiven, për rezultatet që sportistët apo për luftarët e klubit MMA 05 nga Ferizaj kanë arritur, për ambicjet e tyre dhe për përvojën që fitojnë në ndeshjet ndërkombëtare. Pra, në minutat në vazhdim, ky emision i kushtohet klubit MMA 05 nga Ferizaj, ku flasim dhe bisedojmë me trajnerin përparim Hajdinin dhe me luftetarët e këtij klubi. Na ndiqni. Ky emision i dedikohet vetëm klubit Jam Endret Hamdio, vi nga Ferizoj, unë ushtroj goti që një vjet, jam 16 vjeçor, kam posur 2 lufta, karrierën kam filluar të MMA 05 Ferizaj, është një klub shumë i mirë, na kam përkro deri në pikë fundit, na kanë çuar në Shqipni, tash në Zvicër, janë të na suportu non stop. Unë jam Omar Rysha, vi nga qyteti Ferizojit. Unë trajnuna në klubin MMA 05. Unë mirë me 2 sporte, me sportin e kickboxit dhe në artë marciale të përzira. Kam posur deri tani 3 gora. Gorën e parë kam posur kickbox, kampionat barkombëtar, e kam fitu. Gorën e dytë kam posur kampionat ballkanik në MMA. Aty jam zgjedhur kampion ballkanik. Gorën e tretë kam posur në Zvicër këto e kam posur humbje, që ka qenë humbja e parë. Edhe kjo besoj që ka më motivu më shumë për të ardhmen teme. Gara e parë është mbajtur në Tiranë në Shqipëri, kickbox. Gara e dytë është mbajtur apet në Shqipëri, por ka qenë gara ballkanike. Përshëndetje, unë jam Arxhen Krasniqi, vi nga qyteti i Ferizojit, mirëna me sporte luftarake që 4 vite, ja kum nis me karate, kum dol tani në kickbox edhe në sportet përzime marciale MMA. Kum pos ndeshje të shumta në karate, në kickbox, edhe në kafas kam ndeshje në MMA, do më thonë, kam ndeshje të shumta. John Heta, velkommen! Genau, mach
Përshëndetje, unë jam Jon Heta, vi nga qyteti Ferizaj, mirë me kickbox dhe MMA. Falenderoj shumë trajnerin tonë për Parem Ajdinin, i cili na suporton çdo herë dhe na ndihmon për çdo gjë. Na çon nëpër vende të ndryshme jashtë shtetit për më mirë me sport, me luftu e kësi gjëra. Das erste Mal, dass da einen Kampf bestreitet. Klubi MMA05 është i themelum që 5 vite, jem të licensum, jem të regjistrum në Ministrinë e Sportit, po edhe në komunën e Ferizajit. Tashtë që një vit i kemi bo federatën e MMA-s, me 11 dhe 12 tetor është kampionati i Kosovës. Më herët kemi marrë pjesë në kampionatit të Shqipërisë, na kanë prit mirë edhe ata, ku kam kampiona dhe nën kampiona kam shumë. Edhe kemi marrë pjesë në Malzi, edhe në Maqedoni është një farë Brazilian Jiu-Jitsu, është një vetëm kapje mundje, edhe ato kemi të arritura shumë të mira. I kam nga mosha 12 vjeçare dhe i kam moshën 25. Janë nivel shumë të mirë, në krahasim me pak kohë që kemi që mirë me Jiu-Jitsu brazilian edhe me mundje, po kemi arrit shumë sukseset mëdha. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Rushdie Ajdini, jam prej qytetit Ferizaj, gjithashtu edhe në shtrejt e klubi MMA05, MMA për ndryshe ose edhe kickbox. Kam ndeshjet shumë thanë në kickbox, por edhe në MMA, dhe më thonë gjithashtu në shtrejt që 11 vjetë, prej vogël ja kom fillu këtë sportit, për ndryshe trajneri i këtij klubi është baba jem. Kam shumë, do më thonë, provojnë këtë sport. Planet e mija për të ardhmen, mendoj që do të më ushtru fort. Me servi, do më thonë për të ardhmen me bo gara ndryshme, edhe besoj që me arrit ma shumë. Dëshiroj të mrrihen dhe më lartë nga përkroja e trajnerit duke na suportuar për murrej profi për belt. Me përkrojen e trajnerit besoj që kam e mrri. Unë kam dëshirë më rrej MMA në kafaz, po tash janë konë gorat kickbox, kam pse mos me morë pjesë edhe në gora në kickbox. Është ma mirë, lufta ma shumë. Einstimmig aus der roten Ecke, Endrit Zimberi. Herzliche Gratulation. Interesimi është shumë i madh, po është përkraja e shtetit është shumë e vogël, me thonë si zera. Dhe me thonë, me vetanake, me mundësit tona duhet me i bo për me mujtë me uthu jashtë vendit.
pak na ka përkrah shumë edhe ky Musti, e falenderoj shumë, na jek me rrugtime, me hotele, me kret, është një përkrahje për neve në një shtytje shumë e madhe, edhe çunat kanë dëshirë me dalë jashtë edhe me bëj eksperiencë edhe më shumë. Unë besoj që jo vetëm te klubi jon, po ku ta shohin edhe klube tjera që jemi duke garuar jashtë, na kanë pak zili edhe motivohen edhe ata më shumë, po edhe çunat e me janë shumë motivuar se është tjetër ndjesi kur dalësh jashtë shtetit edhe merr pjesë ngora me një event kështu të madh sikur këto që është. Unë kickboxing e baj për më koma i fort në MMA, kështu do me thonë që kam me vazhdu MMA. Këtu janë shumë të rëndësishme sepse do të morrim eksperiencën, do të shohim si është murrej jashtë vendit, si shkojnë procedurat. Tani për tani e shoh vetin ma shumë kickbox, është sport ma brutal, sport që ka goditje, presion shumë. Mendoj që njerë për njerë me kickbox e shoh vetin ma mirë. Në Zvicër është ndeshja jeme e dytë, porën e kum pos kickbox që e kam të fitume, këtë dytën e kam vetë veç box. Këtë dytën nuk më ka jetë sati mirë, po nuk do të mu dalë. Në çdo ndeshje për mua është provojë e mirë. Është shumë arsye mirë se jashtë vendit mundet me trau me kundërshtar që nuk janë shqiptarë për shembull. Se në vendet tona në Kosovë, Shqipëri me shqiptarët bjen mundesh, kurse jashtë shtetit bjen me kundërshtar shtetas të tjerë. Edhe është shumë mirë se për shembull kur të rrehesh me kundërshtar që janë tjetër shtetas, është mënyrë se murrej me dikan që është i vendit tanë. Unë e ma shumë e shoh vetën në MMA, për ndryshe edhe këtë sportin BJJ e praktikoj, që është Brazilian Jiu-Jitsu, mundje për ndryshe, ato e praktikoj, do më thonë mu ma shumë adë me MMA. Mendoj mu rrej profin në MMA, me arrit, mu rrej profin. Ashtu. Po në kickbox nuk ka që nuk baj ndeshje, se një më për strike, abedin. Mendoj që kickboxit një më shumë për strike. Do më thonë vazhdoj edhe kickbox me bo. Kickboxing pëlqen më shumë. Kickboxing më brutal. Do t'i kushtohet më shumë kickboxit, shpresojmë të mbërrim sa më lart. Në kategoritë më të rënda. Besoj në kategoritë më të rënda. Can you give me my cards, please? My cards. Yes. Krasnich, herzlich.
Unë jam i motivuar shumë se i kam bërë edhe ca vite, po nuk nalim kurr. Unë pak me pas përkroj, unë kam dëshirë me i qu, është një farë ligë private UFC, që është në kafas që i njojnë kret ata, kam qep me debutu, me marrë pjesë aty, ajo është ëndra ime. Është realizueshme me pak përkroje, se ka motivim shumë të çuna frit që e dëshojnë, edhe nësi shqiptari jem pak gjak zet, jem shumë të fuqishëm, besoj që për çdo sport jem shumë ujna me mri shumë mirë. Herën e parë jam njoftu me Musin Ferizaj, ka mojt një garë në Ferizaj, aty mi njoftu, talë mas ndaj nuk kemi pas drejt me orë këtu, po mas o jeqen vizat, liberalizimi viza, që që një super e mirë për neve, edhe na ka ftu Musti, isha me knasimin që i pretë qa me ardhë, na i ka hiq krejt ato shpenzimet, plus na imi konë shumë të knaqëm, janë motivum të jemë shumë edhe kemi pas arritat mira edhe këtu. Po është interesant se na këtu vim me një vend huj, po ma shumë se 70% këtu ishin publik shqiptar, edhe zemrat bëhet mal, kur të njës, hajde Shqipe, ki motiv shumë, edhe ma shumë, edhe gjdo sen po shkon super. Miqtë e sportit shqiptar në Merkim, kemi ardhur në fund të emisionit kushtuar klubit MMA Europez nga Ferizaj. Ju falenderit shumë për vëmendjen, mirë takofshim dhe ju përshëndes këtu nga Vindenduri. Deri në takimet e radhës, mirë takofshim dhe Vinbeqi.